kundërshtit dhe palët që ai mbështet. Po të doja të dija, ndryshime Genc të tilla me një rezonancë kaq të fuqishme, ndryshime që ndryshojnë boshte, pra bëhet fjala për aleanca që janë farktuar për 10 vjet dhe si pasojë e ngjarjeve siç është lufta e dytë botërore. A është e mundur të ndryshojnë, le të themi, brenda ditës apo nga një njeri i vetëm, apo janë strategji të cilat parashikohen apo përpunohen për gjatë një periudhe më të gjatë kohore? Duket sikur erdhi Trumpi, unë e thash edhe në fillim në hyrje, erdhi Trumpi, u fut në shtëpinë e bardhë, filloi gradualisht që nga i fjalimi në Organizatën e Kombeve të Bashkuara ku e përmendi Europën, tregoi të ndryshimin e tij të kursit dhe vazhdoi ngadalë deri në momentin aktual. Pra, çfarë ndodh me ndryshime të tilla madhore? Kanë vetëm një emër, ndodhin shpejt apo është diçka shumë më e gjerë, shumë më e thellë me një pjesë të madhe underground? Absolutisht jo, nuk është vetëm një emër. Ajo që bën Trump sot është maja e dukshme e icebergut. Trump thot me zë të lartë në mënyrë pas një lloj kompleksi, atë që amerikanët kanë bërë që prej krijimit të tyre. Amerikanët kanë qenë gjithmonë një vend që kanë privilegjuar interesat. Filloi ke 3 momente të mëdha. Kemi rreth parë një herë doktrinën Monroe. Në shekullin 10, pra një doktrinë që konsideronte që amerikanët duhet të merren vetëm me Amerikën e Jugut, që është, si thua, ajo pak a shumë aneksi i tyre. Pas doktrinës Monroe, keni Rooseveltin. Ishte Roosevelt sigurisht që e futi SBA në luftë kundra nazistëve për ndihmuar Europën, po se bën për Europën. E bën sepse u atakuan në Pearl Harbor nga japonezët. Më shkurtër se kishin marrë pjesë. Dhe ç'bën Roosevelt? Në 45 na kanë fotografia e famshme që shkojmë në shkurt 45 në Jalta, që është ndarja e botës. Franca nuk është e parishme, në të fotot janë Stalin, Roosevelt dhe Churchill shumë të pësuar. Dhe çfarë bën Roosevelt në atë takim? I thot Stalinit, me çfarë duash, merr aponindore, ja lë dhe i tërheq trupat amerikane nga Evropa, mos është tërhequr. Kurse do kishte qenë sot asaj kohë Stalin në Bashkimin Sovjetik, në Poloni, në Hungari e tjera. Pra, të bën Trumpi sot, vjen Trumpi sot, të njëjtën gjë bën sot, bën një ndarje të botës, sipas zonës të interesave. Kush është ndarja e botës? Keni sot atë sa kohë dy fuqi në Jalta, sot ka 3 fuqi. Amerika, Rusia edhe Kina. Amerika thot Europa është e imja, Irlanda po ashtu, ti Rusi mund kap Ukrainën, mund kap vendet balltike, pile. Pa. Jemi larg në 1/5 NATO-s. Ti Kinë po ashtu marrësh Tajvanin. Kjo populluhet sot, po këtë gjë ka pasur që prekoi amerikanët. Ajo që bie sot për shtypje, për shembull, në këtë dokument, që sa të përmendem, është se në këtë dokument nuk përmend asnjëherë çështja e të drejtave të njerëzit. Në kaluar Biden, Obama, që se vi më larg, e kishin si thua një lloj diplomacie, një lloj hipokrizie. A sot ka rënë maska komplet. Po ka kohë që ka rënë kjo gjë. Kulmohet tani, po ka kohë që kanë filluar të mos përmenden disa nga parimet, po. Është hera parë në këtë dokument që nuk përmenden më. Përpara sa përsytaqe përmendeshin që Amerika është fari lëques në botë, që lufton për demokracinë dhe të njerëzit. Ka qenë kjo. Edhe Franca ka këtë lloj mesianismi botëror, lideri i botës së lirë. Pse i thuhet? SBA, lideri i botës së lirë, apo jo? Demokratike. Thot, ata se kanë më këtë pretendim. Ata sot ne luftojmë për interesat tona. Nëse interesat tona janë me botën e lirë, shkojmë. Nëse nuk janë, nuk shkojmë. Dhe këtë arsye ti shikoj për shkakun kur u prit në SBA, mbreti i Arabisë Saudite. Aty që nuk e jepte dorën Bideni sepse ishte përgjegjës për thërrit e gazetarit amerikan. Kujtohet, në ambasadën e Arabisë Saudite në Turqi. Trump e priti thafë ke Brazil, e shfaqsoi. Pra, kudo kjo Amerikë e Trumpit sot, me dhe çfarë mirë me ta njerëz, me ta diktator, me Putinin, me Kinën, po ku nuk do, aty ndjer kartën e demokracisë, për shembull në rastin e Venezuelës, Maduros, po gjithë është ata brava. Pra jemi sot një diplomaci që thjesht nxjerr në sipërfaqe ajo që luhesh prej poshtë dhe kjo është shumë drejt, që gjithmonë ka Amerikë ka përqafuar interesat e saja më egoiste, kuptimin më kombëtare, më nacionaliste, sepse i tillë është elektorati amerikan. Por në Europë nuk kishin mësuar me këtë. Prandaj sot jemi të habitur. Kemi mësuar sot që domethënë në një dokument kaq të madh ti biesh vllai tënd Europës dhe të kursesh diktatorin që është Putini.
Edhe kjo po luhet edhe. Prandaj sot Europa është një urës të kuq të madh. Çfarë të bëj? Të bile të kokën apo të rezistoj? E kuptoj, a nuk ka të drejtë një shtet, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe një president që ta di ai se çfarë është e mirë për vendin e vet. Pra Europa, a nuk mund ta shihte në këtë lloj këndvështrimi dhe të merrej me çështjen e vet, pra me organizimin çfarë do bëhet tani me ne pak të Amerikë në pak të aleancë me Amerikën? Do të thënë, duhet ta gjykojë Europa se si duhet ta bëjë një president strategjinë e vendit vet? Edhe pse prek, le të themi, në mënyrë të drejtë për drejtë një aleancë me